Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E turpshme, Vjera shpërthen me akuza të rënda ndaj Shpatit pas vdekjes. Tani do t'i them të gjitha. Thashë themet që tronditën rrjetin pas humbjes së Shpat Kasapit nga jeta dhe e vërteta ka qenë shumë larg realitetit. Pas lajmit tragjik për ndarjen nga jeta të këngëtarit të dashur, rrjetet sociale u përfshin nga një stuhi spekulimesh. Komentet dhe pretendimet mbi marrëdhënien e tij me bashkëshorten kanë krijuar një atmosferë të tensionuar dhe në disa raste të pabazuar. Disa përdorues ngrenë dyshime për konflikte brenda çiftit, madje duke aluduar për dhunë. Megjithatë, pas hetimeve dhe deklaratave zyrtare, asnjë nga këto akuza nuk mbështetet me fakte. As familjarët, as autoritetet, as vetë bashkëshortja nuk kanë konfirmuar ndonjë episod dhune. Përkundrazi, dëshmitë e publikuara nga Silvia janë thjesht mesazhe dhimbje dhe kujtimesh të ndjera për momentet e fundit të jetës së artistit. Ekspertët e medias paralajmërojnë që në situata të tilla, kur humbja e një personi publik prek miliona njerëz, shpesh krijohen një valë thashëthemesh që nuk kanë lidhje me realitetin. Interpretime, keqkuptime dhe reagime emocionale shpesh ushqejnë histori që nuk kanë bazë. Për këtë arsye është thelbësore të veprohet me kujdes dhe të mos përhapen lajme të pakonfirmuara. Komuniteti i fansave të Shpat Kasapit ka reaguar me forcë, duke kërkuar respekt për familjen në këtë moment të vështirë. Ata kujtojnë një Shpat të përkushtuar dhe të qetë që gjithmonë e vendosi familjen përpara imazhit publik. Çdo koment i pavërtet në rrjetet sociale mund të bëhet një plagë e re për njerëzit që tashmë po përballen me humbjen e tij tragjike. Në këtë rrëmuj lajmesh një gjë është e sigurt, e vërteta i qëndron vetëm në deklaratat zyrtare dhe kujtimet e dashamirësve të tij. Për çdo gjë tjetër mbetet vetëm zhurma e rrjeteve që nuk duhet të manipulojë dhimbjen reale të një familje në zi.